të i shku në bebellak ose në produkte të fëmisë më shumë. Nuk është që po bëhet, po jashtë edhe shtesave. Ma pak është të ma vlerë parja, se nuk jena të prodhu vetë, nuk jena të bo vetë diçka. Jena të sjell pare dhe na të varfru. Çdo pare që nuk investohet, shkon në varfënim. E qartë, a ka diskriminim të sektorit privat? Po, ka. Sektori privat e ka pas rrogën, për shembull, rrogën minimale ju ka bo si barë sektorit privat, kur sektori publik normal, publiki kanë qenë më mirë. E çka tash ka mujna me folë për teknik, shërbimin teknik, pra pastrues të këta, që punojnë për kuvende dhe për institucione tjera që janë të bo greva. Se sektori privat është mjelje për ta. E me ndogon, në të kë, sektori privat na bjen, na dojmë dhe si dojmë, dove ju japëm të ndira, dove si ju japëm. E na e mojmë qështu venin, ngrësht. Ta një kur dojmë ju japim, kur dojmë si ju japim, edhe ata krit neve na dojmë. Që ashtu të funksionon në Albania. Në lartë madhëria ti, a i du të me konë, po kjo ecë, dhe i sa s'ka më pare, dhe i sa s'janë ashtu 200 milion. Deri të hargjohen? E na, që kjo është thirrja e LDK-s, se po du me dhune dhe zgjidhje, thirrja e LDK-s është që mos bëhet ma keq, pra me ndarë sa ma shumë abuzimin me çmimet naftës, gjë që kemi pas ndikim, qëto, s'moj me thonë që jo, kena